Qepët e njoma super ushqimi që duhet të konsumoni sot. A e keni menduar ndonjëherë se një nga përbërësit më të zakonshëm në kuzhinën tuaj mund të jetë një super ushqim i heshtur? Në këtë video do të zbulojmë sekretet e qepëve të njoma dhe pse ato janë të domosdoshme për një dietë të shëndetshme. Ja dhe disa fakte interesante për qepën e njomë që ju bëjnë që ta konsumoni qysh sot. Është e pasur me vitaminë K. Është një burim i mirë i vitaminave A dhe C. Ndihmon në kontrollin e sheqerit në gjak, ka një përmbajtje të ulët kalorike dhe ka përdorime të shumta në kuzhinë. Tani le t'i trajtojmë një nga një të gjitha këto. E pasur me vitaminën K. Një qepë e njomë mesatare siguron rreth 34% të nevojës ditore për vitaminën K tek gratë, e cila është thelbësore për koagulimin e gjakut dhe shëndetin e kockave. Në rast se konsumoni 3 qepë të njoma gjatë ditës, sasia vitaminës K është e mjaftueshme. Burimi i mirë i vitaminave A dhe C. Qepët e njoma përmbajnë vitaminën A, e cila mbështet shëndetin e syve dhe sistemin imunitar, si dhe vitaminën C, e cila ndihmon në forcimin e imunitetit dhe ndihmon si antioksidant. Ndihmon në kontrollin e sheqerit në gjak. Përmbajtja e kromit me qepët e njoma ndihmon trupin në rregullimin e nivelit të glukozës në gjak dhe metabolizmin e makronutrientëve. Përmbajtje e ulët kalorike. Një qepë e njomë mesatare përmban rreth 5 kalori, duke bërë një zgjidhje të shkëlqyer për ata që ndjekin një dietë të shëndetshme dhe me pak kalori. Përdorime të shumta në kuzhinë. Qepët e njoma janë të gjithanshme në përdorim. Ato konsumohen të freskëta, në sallata, gatuhen në supra apo gjellëra, apo përdoren si garnitur në shumë pjata. A e dini që qepa ndihmon në kontrollin e peshës? Fibra dietike në qepët e njoma promovon ndjenjën e ngopjes, duke ndihmuar në menaxhimin e peshës trupore. Është vërtet që qepët e njoma përmbajnë fibra dietike, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në ndjenjën e ngopjes dhe menaxhimin e peshës trupore. Fibra dietike ndihmojnë në rritjen e ndjesisë së ngopjes, duke reduktuar kështu marrjen e tepërt të kalorive dhe duke kontribuar në kontrollin e peshës. Për më tepër, ato përmirësojnë funksionimin e sistemit tretës dhe ndihmojnë në parandalimin e kapsllokut. Sipas një artikulli të publikuar në ABC News, qepët e njoma përmbajnë vitamina dhe minerale, acid folik, hekur, fibra dietike dhe lëndë ushqyese. Falë përbërjes së tyre unike, ato ndihmojnë në zvoglimin e inflamacionit në trup dhe forcojnë imunitetin. A e dini që qepët e njoma ndihmojnë në mbrojtjen e shëndetit të syve? Është e vërtetë që qepët e njoma përmbajnë lutein dhe zeaksantin, 2 karotenoide të rëndësishme për shëndetin e syve. Sipas të dhënave të Universitetit të Rochester, një filxhan qepë të njoma të coptuara përmban 1/13 mikrogram lutein dhe zeaksantin. Këto karotenoide veprojnë si antioksidant dhe ndihmojnë në mbrojtjen e syve nga dëmtimet e shkaktuara nga rrezet ultraviolet dhe drita blu. Ato gjithashtu mund të ndihmojnë në rrezikun e sëmundjeve të syve, siç është degenerimi makular i lidhur me moshën dhe katarakti. Megjithse qepët e njoma nuk janë burimi kryesor me këto përbërës, ato mund të kontribuojnë në mënyrë të dobishme në marrjen e luteinës dhe zeaksantinës në dietën tuaj të përditshme. Kombinimi i tyre me ushqime të tjera të pasura me karotenoide, si spinaqi, kale dhe vezët, mund të ndihmojë në mbrojtjen e shëndetit të syve tuaj. Ky fakt do t'ju pëlqejë. Qepët e njoma parandalojnë plakjen e parakohshme. Ato ndihmojnë në parandalimin e plakjes së parakohshme sepse kanë përmbajtje të pasur me antioksidant dhe përbërës ushqyes që mbështesin shëndetin e lëkurës. Po si ndihmojnë qepët e njoma në parandalimin e plakjes së parakohshme? Ato janë të pasura me antioksidant,
Qepët e njoma përmbajnë antioksidantë si flavonoidet dhe përbërës të sqafurit, të cilët ndihmojnë në neutralizimin e radikaleve të lira që shkaktojnë dëmtimin e qelizave dhe plakjen e lëkurës. Ato kanë një përmbajtje të lartë të vitaminës C. Vitamina C është thelbësore për prodhimin e kolagjenit, një proteinë që mban lëkurën e fortë dhe elastike. Konsumimi i qepëve të njoma mund të ndihmojë në ruajtjen e strukturës së lëkurës dhe në reduktimin e rrudhave. Përbërës antiinflamator. Përbërësit si alicina dhe quercetina në qepët e njoma kanë veti antiinflamatore që ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit të lëkurës, duke parandaluar shfaqjen e shenjave të plakjes. Hidratimi i lëkurës. Qepët e njoma kanë përmbajtje të lartë uji që ndihmon në hidratimin e lëkurës dhe në ruajtjen e shkëlqimit natyral. Si t'i përfshini qepët e njoma në rutinën tuaj? Në dietë, shtoni qepë të njoma në sallatë, supë ose si garnitur në pjatat tuaja për të përfituar nga vetitë e tyre ushqyese. Përdorimi i jashtëm. Disa njerëz përdorin lëngun e qepëve të njoma në maska natyrale për lëkurën, por është e rëndësishme të bëni një test paraprak për të shmangur ndonjë reaksion alergjik. Nëse keni ndonjë shqetësim ose dëshironi të përfshini qepët e njoma në rutinën tuaj të kujdesit për lëkurën, është e këshillueshme të konsultoni me një mjek dermatolog ose specialist të ushqimit. A jeni kurioz të dëgjoni disa kuriozitete mbar botës mbi qepët e njoma? Le të fillojmë. Festa e qepëve në Katalonjë. Në Katalonjë të Spanjës, çdo vit zhvillohet një festë tradicionale që quhet Calçotada. Kjo nderon qepët e njoma të quajtur calçot. Këto qepë piqen në zjarr të hapur derisa të nxihen dhe më pas mbështillen në letër për të zbutur. Ato shërbehen me salcë romesco dhe verë. Kjo festë është një ngjarje sociale e rëndësishme që bashkon komunitetin për të festuar stinën e re dhe për të shijuar ushqimin tradicional. Qepët si mbrojtëse kundër sëmundjeve në Evropën e Mesjetës. Gjatë epidemive të murtajës në Evropën e Mesjetës, besohej se qepët kishin aftësi për të absorbuar sëmundjet nga ajri. Njerëzit varnin qepë të prera në hyrje të shtëpive ose i vendosin në dritare për të parandaluar hyrjen e sëmundjeve. Në disa raste ishte raportuar se qepët ndryshonin ngjyrë në pranitë të sëmurëve, duke u konsideruar si një shenjë paralajmëruese. Tradita e ditës së Pashkës në komunitetin hebraik pers. Gjatë festës së Pashkës ekzistonte një traditë unike ku pjesëmarrësit godisin njëri tjetrin lehtë me qepë të njoma. Kjo simbolizonte vuajtjet e tyre gjatë skllavërisë në Egjipt dhe shërbente si një kujtesë për sakrificat e tyre. Darka me qepë të egër në komunitetet indigjene të Oklahomës. Në Oklahom, komunitetet indigjene organizojnë darka tradicionale pranvere ku përgatiten qepë të egra të skuqura me vezë. Këto darka janë më shumë se thjesht vakte, ato janë ngjarje sociale që forcojnë lidhjet komunitare dhe nderojnë traditat e paraardhësve. Qepët në festivalin egjiptian të Shan e-Nessim. Në Egjipt, festivali i lashtë Sham e-Nessim, i cili feston ardhin e pranverës, përfshin konsumimin e qepëve si festë e traditës. Qepët konsideroheshin të shenjta në Egjiptin e lashtë dhe përdorimi i tyre në këtë festival simbolizonte rigjallërimin dhe shëndetin. A e dini që në Egjiptin e lashtë qepët, përfshirë dhe qepët e njoma, nuk ishin vetëm ushqim, por dhe një formë pagese që punëtorët ndërtonin piramidat. Kjo tregon rëndësinë e madhe që jepes kësaj bime në atë kohë. Për më tepër, egjiptianët e lashtë besonin se shtresat rrethore të qepës simbolizonin përjetësinë dhe jetën pas vdekjes. Për këtë arsye, ato vendosin qepë pranë trupave të mumifikuar dhe i përfshinin në ritualet e varrimit, duke besuar se ato do të shoqëronin të ndjerët në botën e përtejme. Ky përdorim i qepëve është një simbol shpirtëror dhe si mjet ekonomik tregon se sa e rëndësishme ishte kjo bimë
që në shoqëritë e lashta. Ndaj, mos nguroni ta keni në dietën tuaj të përditshme, sidomos në pranverë kur ato janë mbretëresha e perimeve. Të nderuar miq, nëse ju ka pëlqyer kjo video, do t'ju luteshim të bënit like dhe ndonjë shpërndarje. Të gjithë duhet të dinë mrekullitë e kësaj bime të bekuar. Ju lutem mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton, sepse do të jeni në kontakt me video të tjera interesante. Ju falenderoj për kohën tuaj të çmuar, do të dëgjohemi në videon e radhës.